Të shtënat e mbrëmjes së të njëjtës në Unazën e Madhe të Tiranës kanë lënë pas 4 plagosur dhe shumë pikpyetje për autorët e atentatit. Në pamjet e siguruara nga kamerat e sigurisë, hetuesit kanë mundur të ndjekin një motor sportiv tip Ducati nga vendngjarja deri në autostradë që të çon Elbasan. Aty duket se autorët kanë marrë rrugë anësore duke hyrë në zona rurale ku mungojnë kamerat dhe çdo qurrë e tyre është humbur. Hetuesit po përpiqen të rindërtojnë itinerarin e plot, ndërsa dyshimet janë të shumta. Një pistë që po verifikohet është ajo e akmarrjes, duke marrë në konsiderat të kaluarën kriminale të afërmve të ndonjërit prej plagosurve. Një tjetër pistë sugjeron se shënjestra e vërtet mund të ketë qenë një tjetër individ i përfshirë në botën e krimit që ndodhi në të njëjtën segment rrugor në ato kohë. Po hetohet edhe një lidhje mundshme me ekzekutimin e babait të Rohan Brahimit në Lezhë, ndonse asnjë provë konkrete nuk e lidh drejt për drejt këtë atentat me ngjarjen e mëparshme. Për momentin, grupi hetimor po punon me lista personash të përfshirë në aktivitetin kriminal në zonën e kombinatit dhe Unazës së Madhe, duke analizuar pozicionin e tyre në kohën e atentatit, jo vetëm si të mundshëm, por edhe si të dyshuar për porositje apo pjesëmarrje në ngjarje. Ndërkohë që Tirana po përballet me një val të re dhune të organizuar, hetimet e këtij atentati mbeten të hapura edhe më shumë të panjohura në një terren ku teknologjia dhe bashkëpunimi qytetar do të jetë vendimtare në zbardhjen e së vërtetës.